Hiqni qimet e fytyrës përgjithmonë me këtë recetë, do të ngeleni pa fjalë. Ndër metodat më të njohura për heqjen e çimeve të fytyrës janë trajtimet me lazer dhe kremrat të ndryshëm, të cilat mund të japin rezultate vërtet të mira, por mund të shkaktojnë skuqje të lëkurës, irritime të saj dhe ndjeshmëri të larta në fytyrë, të cilat me kalimin e kohës mund të krijojnë acarime të vërteta për shëndetin e lëkurës. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kjo është një arsye pse gjithmonë duhet të provoni metoda natyrale për të ndikuar në lëkurën tuaj të duket më e butë, më e pastër dhe mbi të gjitha edhe më e shëndetshme. Ndjekja e këtyre metodave në kushte shtëpie sigurisht që do të ndikojë dukshëm në mbrojtjen e lëkurës suaj dhe lehtësimin e papastërtive dhe acarimeve të saj. Prandaj në këtë video do të rendisim disa receta të mira natyrale, të cilat me pak përpjekje mund të arrijnë të japin rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit të lëkurës dhe lehtësimin e papastërtive të saj. Ndaj përdoreni ato me kujdes dhe rezultatet që do të merrni në fund do të jenë vërtet mbreslënse për shëndetin tuaj. Kjo recetë natyrale kërkon këta përbërës të thjeshtë: 2 lugë gjedhe mjalt, 1 lugë gjedhe pastë miell tërshëre, 2 lugë gjedhe lëng limoni. Por si ta përgatisni këtë masë në mënyrë që të merrni përfitime të duhura? Shtypni tërshërën derisa të krijohet një masë sikur pudra dhe shtoni edhe përbërësit e tjerë derisa të krijohet një masë homogjene. E vendosni këtë masë në zonën ku keni probleme dhe e lini të qëndrojë për të paktën 15 minuta. Më pas e pastroni fytyrën tuaj me ujë të rrjedhshëm dhe rezultatet që do të keni do të jenë vërtet të mira. Vendosni një krem hidratues dhe më pas përsëriteni këtë procedurë 2 ose 3 herë në javë për një muaj me radhë. Edhe vetë do të shikoni se si do të mahniteni me rezultatet. Në fakt kjo recetë është përdorur në lindjen e mesme ndër shekuj me radhë, jo vetëm për heqjen e çimeve të fytyrës, por e bën lëkurën tuaj të duket më e shëndetshme dhe plot shkëlqim. Gjithkush që ka provuar këtë metodë një herë do të thotë se janë habitur me rezultate të shkëlqyera. Receta është e pasur me vitamina, minerale dhe antioksidantë, një kombinim ky i fuqishëm që bën mrekulli për lëkurën tuaj, dhe në fund përfitimet që do të merrni do të jenë vërtet mbreslënse. Tërshëra ka qenë gjithmonë një element kryesor për një mëngjes sa më të shëndetshëm në shtëpi. Studimet të cilave u referohemi thonë se tërshëra është shumë e pasur me fibër, e përrjedhoje mban njeriu të ngopur për më gjatë dhe nuk e shtyn drejt zgjedhjeve jo të shëndetshme ushqyese. Për më tepër, tërshëra e bën edhe metabolizmin më të shpejtë dhe rrjedhimisht nxit ndjekjen e kalorive. Pra, padyshim që është një produkt shumë i mirë për rënien nga pesha dhe më pas për mbarvajtjen e saj. Tërshëra është një burim i përshtatshëm i proteinave dhe një antioksidant i fuqishëm që e bën atë të domosdoshme për personat që stërviten, por jo vetëm. Por bëni kujdes, kur zgjidhni llojin e tërshërës, një racion tërshëre mund të ketë sasi të konsiderueshme sheqeri dhe përrjedhoj nuk është e shëndetshme. Ideale është që të zgjidhni tërshërën të pa aromatizuar ose jo të pasur në mënyrë që të shtoni sipas dëshirës frutat e freskëta, arrorët, frutat e thata dhe kanella. Sipas kësaj recete kremoze me tërshërë ju duhet moll kanellë si një mënyrë për të shijuar, gjithashtu edhe një mbrojtje më të mirë për lëkurën. Përbërësit që ju duhen për realizimin e kësaj recete janë 1 lugë çaj vaj ulliri, 1 lugë gjedhe me mjalt, 1 mollë e prerë në kubik, 1 lugë çaj me kanellë pluhur, gjysmë filxhani me qumësht, gjysmë filxhan tërshërë, gjysmë filxhani me ujë. Pak krip deti për ta rafinuar. Hapat e parë që duhet të ndiqni janë këto. Në një tigan të vogël, ngrohni vajin e kokosit dhe bashkoni me mjaltin, mollët e prera në kubik dhe 1 lugë çaj me kanellë. E lini të ziejë në zjarr në nxehtësi mesatare duke e trazuar vazhdimisht derisa mollët të karamelizohen. Hiqeni nga nxehtësia dhe vendosni mollët e karamelizuara në një tas. Në një tenxhere në nxehtësi mesatare shtoni qumshtin dhe gjithashtu bazat bimore tërshërë, ujë, pekmez dhe krip deti. Gatuajini derisa të bëhet kremoze duke e përzier vazhdimisht. Shpërbëheni tërshërën kremoze të mbushur me mollë dhe arra të karamelizuara dhe aplikoni atë në lëkurën tuaj.
E lini derisa të thahet dhe më pas e largoni për të hequr qimet e padëshiruara nga fytyra. Ndjekja e këtyre metodave në kushte shtëpie sigurisht që do të jetë një metodë alternative që mund të japë rezultate të mira në dukjen tuaj. Qimet e fytyrës janë një nga problemet më të mëdha që ka në pjesa më e madhe e femrave. Shkaqet janë të ndryshme, si për shembull çrregullimet hormonale, shpeshherë depilimi shkakton irritime, puçra dhe infeksione, madje edhe skuqje të lëkurës. Për të shmangur të gjitha këto, ka disa metoda me anë të maskave. Këto lloj maskash mund t'i bëni në shtëpinë tuaj pa shumë produkte. Do ju duhet një e bardhë veze në të ndani të bardhën nga e verdha e vezës. Me anë të një furçe shpërndani të bardhën e vezës në fytyrë. Menjëherë pas kësaj vendosni mbi të bardhën e vezës në fytyrë me një pecet të hollë. Mund të vendosni në të gjithë fytyrën ose në pjesë ku keni qime të padëshiruara. E lyeni sërish pecetën me të bardhën e vezës duke përdorur një furçë ose gishtat tuaja. Sipër shtresës së dytë të bardhës së vezë, ju mund të shtoni gjithashtu edhe një mbrojtje më të mirë për lëkurën. Atë mund ta vendosni sërish duke aplikuar një shtresë pecet të hollë edhe një shtresë tjetër vezë. E lini të bardhën e vezës derisa të ftohet. Më pas filloni ta hiqni ngadalë pecetën e thatë. Bashkë me të do të hiqen edhe qimet e fytyrës. Maska me sheqer dhe mjalt mund të jetë një alternativë në dukjen e lëkurës. Një lugje dhe sheqer kafë ose të bardhë, një lugje dhe mjalt, një lugje dhe ujë, një tas që duron nxehtësinë e mikrovalës, një spatull, disa copa të formimit të shiritit. Vendosini të gjitha përbërësit në një enë që duron nxehtësinë. Vendosen enën në mikrovalë ose në ngrose të çfarëdoshme. I përzieni përbërësit për rreth 30 deri në 35 sekonda, derisa përzierja të fillojë të fluskojë dhe të kthehet në një ngjyrë kafe. Largojeni enën nga nxehtësia dhe e lini të përzihet dhe të ftohet pak. Më pas durojeni atë, por mos e mbani shumë të nxehtë të djeg lëkurën. Pra të jetë e ngrohtë, por jo e nxehtë. Merrni pak nga dylli i ngrohtë me anë të një spatule dhe vendosni atë në zonën ku keni qime të padëshiruara. Merrni një copë në formë shiriti dhe vendosni në zonën e lyer me dyll. Me anë të gishtave ushtroni pak presion mbi copë duke e sheshuar me lëvizje sipas drejtimit të rritjes së qimeve. Më pas të riqeni copën më ngadalë drejtim të kundërt të rritjes së qimeve. Përbërësit në të njëjtën proces mund të aplikohen edhe në mënyrë që të largojnë qimet nga fytyra juaj. Maska me shafran indije gjithashtu mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë. Shafrani i indijës mund të përdoret i vetëm ose i kombinuar me përbërës të tjerë për heqjen e qimeve të fytyrës. Ajo ka veti antibakteriale dhe parandalon infeksionet e lëkurës. Merrni 2 lugë çaj shafran indije dhe i përzieni ato me ujë për të bërë një pastë të hollë. Shpërndajeni përzierjen në fytyrë dhe e lini për 10 deri në 15 minuta. Pasi maska të jetë të thatë, fshini atë me një copë për të larguar edhe çdo papastërti në drejtim të kundërt të rritjes së qimeve. Përdoreni këtë maskë rregullisht për disa javë dhe qimet e fytyrës tuaj do të largohen plotësisht një herë për gjithmonë, dhe rezultatet që do të merrni në fund do të jenë vërtet mbreslënëse për shëndetin tuaj të lëkurës. Një nga gjërat më të bezdisshme për femrat janë qimet e fytyrës ose akoma më të bezdisshme janë metodat e dhimbshme për t'i hequr ato. Ndërmjet mënyrave të dhimbshme si piskatorja, depilimi me pes, strijat e dyllit ose depilimi me sheqer, të gjithë do të domin t'jepnin fund për gjithmonë këtij problemi. Edhe pse i kemi provuar me 10 maska, kremra, depiluese të tjera, qimet mbi buzë duken sikur nuk lëvizin nga vendi. Megjithatë, ka plot metoda natyrale për heqjen e qimeve pa dhimbje. Në këtë video do ju prezantojmë disa maska të thjeshta të cilat mund t'ju ndihmojnë t'i largoni këto pa u shqetësuar shumë. Maska me kafe dhe sodë buke. Ideja e kombinimit të kafes me sodën e bukës nuk do t'ju entuziazmojë as pak nëse do u kërkojë që të hanit ose ta pinin, por nuk është e njëjta gjë për fytyrën. Kjo maskë e veçantë është ndër efektive kur bëhet fjala për eliminimin e pushit dhe qimeve të padëshiruara të fytyrës. Në një enë shtoni 2 lugë gjedhe kafe plur, 1 lugë çaji sodë buke dhe 1 lugë gjedhe ujë. I përzieni mirë derisa të krijohet masa e trashë dhe pamja juaj do të marrë gjithashtu freskinë e munguar nga aplikimi i këtyre recetave të cilat në kushte shtëpie mund t'japin rezultate fantastike. Vëmendje,
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.